Mirëmëngjesi, përshëndetje, si jeni? Mirëmëngjesi Teuta. Teuta Paco, mirëmëngjes. Kerta, mirëmëngjes. Uroj që të jeni zgjuar mirë sot. Do shpjegojmë shumë tema të rëndësishme që janë pyetjet tuaja, ato çfarë ju keni pas nevojë që të merrni përgjigje. Kështu që do zgjatemi pak më shumë sot, unë këtë live do të tentoj që ta ruaj, se do shpjegoj gjëra vërtet shumë të rëndësishme. Ja më thoni pak si jeni zgjuar sot? Ami thot, je bërë shumë e bukur, Ami unë ty të falenderoj, por unë tani në live e pash veten e pasqyrë, që kam veshur dhe si më rrin flokët, sepse kam dalë dipo qerë se ky e pa me sanxit tim dole nga shtëpia, edhe të paktën nuk tremb njerëz. Antenat e mia të dashura i shikoj që kanë marrë gjitha ato vëmendjen e live-it, po punë e madhe. Rrudhat duhen edhe rrudhat ndonjëherë. Arta thot në punë të mbar Arta. Teuta Merja, Teuta është një zonjë që ka kaq shumë pozitivitet, vetëm thot fjalë të ëmbla. Atëherë pyetjet që më keni nisur janë mbi 150 shumë pyetje. Dhe më është dashur të bëj një farë seleksionimi, le ta quajmë. Dhe ato më kryesoret unë i kam këtu. Do përgjigjemi patjetër të gjitha pyetjeve. Do me thënë, kam pa fund pyetje për shembull, njëra thot trajnimi i Ledi, thot trajnimi për të limiteve i ka klasat live apo të regjistruara. Dikush thot trajnimi i ankthit, a do flasun me ty apo do më udhëheqet stafi? Që nuk ka sens, se asnjëherë nuk i ka udhëhequr stafi trajnimet e mia. Stafi thjesht bën regjistrimet. Pra ka shumë pyetje për trajnimet që unë absolutisht do ju përgjigjem, por si fillim, Viola mirëmëngjesi, edhe punë të mbar. Do kaloj më vonë nga puna jote, që të më japësh atë gjën. Tani më thoni pak, dëgjohem apo nuk dëgjohem? Ose më saktë, zhurmat, sepse janë dhe dy zonja që bëjnë një trajnim dhe nuk dua t'i pengoj te ato, sa që kam zonjat që ulen punojnë, janë bëjnë një trajnim, kanë shënime, dua t'i këti puth, t'i them bravo, forca. Po do thonë që shkjo çmendur, kështu që më mirë i admiroj nga larg edhe them bravo ju qoftë. A dëgjojmë shumë unë apo mbytet kjo zhurma e... Okej, faleminderit. Filloj. Si fillim, 5 minuta, shkurtimisht, shpejt e shpejt do flas për dy trajnimet që do ofroj unë tani data 6 dhe 7 nëntor. Dhe do dal në një temë më vonë shumë të rëndësishme dhe në fund të live-it, që nuk e di sa do zgjasi, do ofroj diçka nga zemra, që ma tha Edi si ide dhe unë me njëherë thash po, dua ta bëj, po, e ndjej ta bëj, që është shumë mirë për ju, është një formë e mirënjohjes, po është më shumë se sa mirënjohje, është mundësia që dua t'ju jap çdo njeriu të ndihmoj veten, të japim një shtys njëri tjetrit, se jo. Ne e kaluam atë fazën e vështirë. E ke parasysh avionin kur ka re ose është studi që del nga ajo pjesa e re dhe shikon në fund diellin ose del nga pjesa e ne e kaluam atë pjesë. Kështu që tani ndihmojmë ata që duan të dalin nga ajo fazë. Fillojmë me një herë shpjegimin. Me përgjigjen e pyetjes që më ka bërë Ledi, a janë seancat live apo të ruajtura? Të gjitha trajnimet që unë ofroj janë individuale. Unë nuk bëj trajnime në grup që të marrë një numër të caktuar njerëzish, turma njerëzish, nuk i bëj turma, i bëj me numër. Kanë vende të limituara, të kufizuara, sepse punoj me gjithë secilin në mënyrë individuale. Pra, çdo person që futet te trajnimi për të limiteve, çdo person që futet te trajnimi për të menaxhuar anktin, edhe duan të ndihmojnë veten, unë çfarë bëj? I kap dorën dhe 4 javë ecim bashkë çdo ditë, sepse kontakti në WhatsApp është i përditshëm me mua, jo me stafin. Stafi ju ndihmon për gjëra teknike, jo nuk më hapet webi, ose si hapet website, ose si të regjistrojmë këto gjëra. Ama gjërat e thella, për shembull ushtrimet, teknikat, shërimi traumave, absolutisht që nuk i bëj në grup. Jam unë dhe ti me traumat e tua. Se kjo është terapia, nuk bëhet terapi grupi. S'ka se si ta bësh terapinë e grupit, ose ka bërë ndonjëherë terapinë e grupit. Pra në mënyrë individuale me gjithë secilin nga ju do vazhdoj të punoj për 4 javë. Ami, faleminderit shumë, je shumë e mirë. Ami thot po bën shumë thot për ne, nga grupi që ka hapur Zoti e di sa të falenderoj. Po mbyll vetëm komentet edhe të filloj të shpjegoj. Çfarë do shpjegoj tjetër? Seancat janë të ruajtura, seancat kryesore
me shpjegimet, janë seminare konkrete, që do fillojnë me shpjegimet, do i ndaj të gjitha 8 seanca të trajnimit për të limiteve dhe 5 seanca të trajnimit të ankrit, por ka dhe seanca live, sigurisht që do jemi live. Të vetmet seanca që janë në grup, le të quajmë, janë live, ato në Zoom, ku unë do jem duke shpjeguar dhe ju mbyllni kamerën zëre se nuk jeni fare aty. Do shpjegoj si do nis trajnimi, do bëjmë vizualizim, futemi pak në atë energjinë fillestare live të trajnimit 4 javëve, do kemi mundësinë që të aktivizoj pak atë guximin edhe atë motivimin për ta ndryshuar jetën tonë, çdo gjë do bëhet live. Pra, 2 seancat live, do jenë orën 6 ose 7, akoma se kemi vendosur pas dite, varet nga grupi kur punojnë dhe si e kanë ata më të përshtatshme, zakonisht është ora 6 që bien dakord shumica. Dhe seancat e tjera janë të ruajtura dhe i ke për gjithë jetën. Pra, të trajnimet e mia nuk janë trajnime që ti mbaron trajnimin dhe unë të them ik tani kaq ishte, jo. Ti ke akses të përjetshëm te websajti jonaakademi.com. Gjithë jetën je aty, ke llogarinë tënde, ke trajnimet e tua. Pra e blen një herë trajnimin dhe ke gjithë jetën aty, i rikthyer sa të kesh ti nevojë. Çfarë tjetër? Komunikimi me mua do jetë nga hëna të premte edhe të shtunën. Do e përmend edhe të shtunën, sepse shpesh herë komunikojmë edhe të shtunën. Edhe është shumë e rëndësishme t'ju rikujtoj që komunikimi bëhet në orarin që ty të përshtatet më mirë. Nuk është se ka një orar të them nga ora kaq në kaq ti më shkruaj. Ti më dërgon mesazhin tënd, më dërgon detyrën tënde, më dërgon pyetjen tënde, nevojën që ti mund të kesh për suport dhe mbështetje nga unë, që do jetë e përditshme. Çdo ditë ti flet me mua. Dhe përgjigjen unë ta kthej normalisht në oraret që unë jam zgjuar, se nga gjumi nuk do vë alarmi që të zgjohem. Kështu që vetëm pjesa që unë jam në gjumë nuk të përgjigjem dot. Gjatë ditës, orarit normal të punës, unë jam këtu me ty gjatë 4 javëve. E di që kjo është shumë energji e madhe që unë jap, edhe e di që nuk ofrohet nga trajnimet e tjera që ta kesh për ditë, sepse quhet trajnim premium, dhe premium do të thotë që pagesa është e papërballueshme për shumicën e njerëzve, por unë këtë premium vendosa ta ofroj për të gjithë njerëzit. Të paktën sa kam energji, gjallëri, dëshirë, pasion për punën që bëj, pse jo mos ta bëj, dhe kam 5 vite që kështu e bëj. Për gjithë secili nga pjesëmarrësit, unë jam këtu. Tani, seancat i sqaruan, pra seancat live, po. Janë të ruajtura dhe live gjithashtu, oraret e komunikimit gjithashtu. Për të dyja gjinit, ju e dini tashmë, ka plot djem, që edhe i kam takuar dhe nga afër në fakt, kemi qenë një Arbin e takuar nga afër me Edin, super energji. Edhe Elianin po edhe Qiriakon, që do të thënë një energji komplet. Kemi takuar deri tani 3 djem, zotëri që kanë bërë trajnimet me mua dhe i kemi takuar nga afër, kemi madje me njërin konsumuam edhe një drek, me të tjerët kemi konsumuar kafe, shumë energji e lartë, do me thënë si hynë në trajnim dhe si dolën si njerëz komplet ndryshe, me shumë vetdije të lartë, më të vetdijsuar, pra dhe për gjinin mashkullore dhe për gjinin femërore. Madje kam fol hapur para disa kohësh, mund të ketë disa muaj, që edhe djemt kanë nevojë të shprehen, kanë nevojë të flasin dhe kanë nevojë të shërohen, por aty ku i kuptojnë pa gjykuar. Dhe unë jam këtu për ata që duan të punojnë me veten. Shumicën e gjërave i kam përjetuar vetë, edhe nëse do gjykoj dikë tjetër, i bie që të gjykoj atë jonën kur ka qenë errësirë, po si mund ta gjykojun atë jonën kur ishte në errësirë? Si mund ta gjykojun atë jonën kur shpesh herë çonte syt nga qielli i thoshte Zotit, më ndihmo, më jep një shenjë, më nxirr nga ky lum, ose më merr fare. Kështu që nuk gjykoj askënd. Jam këtu, të ndihmoj me gjithë shpirt, është dëshira ime që të ndihmoj. E bëj punën me pasion. Mund të jetë një ditë që s'dua fare të punoj me njerëz, nuk e di. Edhe mund të vi. Për momentin e bëj me gjithë shpirt punën time dhe jam e lumtur për këtë gjë. Punën time nuk e quaj punë, e quaj pasionin tim dhe për këtë gjë më ka bekuar Zoti. Një nga bekimet është kjo. Tjetër, ndiqen trajnimet nga çdo vend i botës, sepse shumë persona më shkruajnë nuk jam në Shqipëri, po nuk ka lidhje. Unë trajnimet i kam bërë edhe kur isha në Vjenë, edhe kur isha në Spanjë, edhe tani në Shqipëri, edhe kur udhtojmë në shtete të ndryshme që rastisht ndodhem aty bëj trajnimet. Kështu që nuk ka rëndësi ku je, ndjek nga çdo vend i botës. Okej. E fundi do jetë çmimi, do të diskutojmë çmimin, sepse do jetë ajo bomba e bukur që unë do ta ndaj, por në fund të live-it do dëgjoni edhe shpjegimet, mirë doni s'doni do rrini këtu se do ju kthej përgjigje çdo pyetje dhe në fund do jap atë pjesën e bukur të trajnimeve. Çfarë do theja tjetër për trajnimet është kjo? Shkurtimisht të rikthehen pak se si vendosa unë, ja ta diskutoj dhe me Edin, po këtu live me ju. Nëse doni ta dëgjoni, keni interes, po në të kundërt shtyjeni pak live-in, ju që do shikoni të ruajtur më vonë, shtyjeni, vazhdoni më tej.
Nëse s'keni interes për trajnime, doni vetëm të dëgjoni përgjigje, pa problem. Ka qenë viti 2020, kur unë u zgjodha, bëra postimin e parë, okay, andej këtej nuk është se kisha ndonjë plan të mirëfillt. Doja të ndihesha pak më e vlefshme, sepse prisja atë rrogun që cilli e ti që isha dhe jam shumë mirënjohëse që ti e solle atë rrogë, sepse ne mbijetuam bashkë me vajzën e vogël. Po, nuk mjaftonin. E ndija që ëndrat e mia ishin më të mëdhaja, për shembull që do të ikësh të takosh prindërin ose do të udhëtosh diku, edhe rroga nuk dilte. Ose për shembull merrim ushqimet më të lira në supermarket. Vinin te raftet, makaronat më të lira, perimet që qenë si të vyshkura që jepni pothuajse me 50% gjithmonë, në gjërat më të lira që ne të mbijetonin. Pra, deri diku mund të konsiderohet një farë varfërie, por ishte varfëri e bankës, e portofolit, po jo e mendjes dhe shpirtit. Unë isha shumë e pasur dhe aty e pash që deri diku zgjova dhe kisha atë dëshirën që shiko, dua të jem më shumë, e para më thim se është shumë. Kur diljen 5 të mëngjesit, që ike për në punë atë të ftohtin e Vjenës, në Borë, në Ngric, thoja një sekond, unë nuk mund të flet e çohesha pas teje. Menjëherë kishte rast të eksperimentoja, thoya do bëj dush me ujë të ftohtë, provoj edhe unë ndjesinë e ftohtë se si është, një herë e provova, si ishte për mua ajo punë, e mbamë që ngriva aty. Edhe çohesha, kam fjalën çohesha çdo mëngjes në orën 5, punoja me vetëm punoja dhe vendosa që të filloj rrjetet sociale. Nisa rrjetet sociale jo me një plan të qartë, thjesht ndihesha mirë kur flisja, bëja video, ndjesitë e mia. E më duket sikur më kuptonte dikush, po e di që më kuptonte vërtet se u bashkuan njerëzit me të njëjtën energji. Kishte shumë nëna me fëmijë në shtëpi, kishte shumë të tjerë që kishin kaluar anktin para meje dhe kishte shumë që e vuanin anktin ose sa ju fillonte ankti atë periudhë, ose s'kishin besim te vetja, thonin po ku e gjente guximin që bën video. S'ton se isha ndonjë bukuri e rrallë, isha shumë me fytyrë të vuajtur, e vyshkur. Edhe trupi domethënë kishte rënë çdo muskull, isha kështu si shkope, dobët, po e vyshku nga të gjitha anët. Edhe thonë ku gjeti u guximi, se unë isha vetëdijshme që s'isha ndonjë kushte perfekte për mua. Edhe donin vetbesim, donin të kishin atë që kisha unë vetbesimin. Edhe fillova fitnessin. Falas, jo më kështu. Pastaj klasat e parë të fitnessit ka qenë 2 maj 2021, nuk e harroj atë ditë sepse më ka ardhur 90 euro në llogari, lekët e para që unë kisha vendosur që do punoj për veten time. Dhe Arta, e mbaj mend Arta jeton në Vjenë, në floka Çurrela të zeza, nuk e di atë kujtar. Arta ishte 90 euro para, gjithë jetën do i mbaj mend ato. Për 2 muaj abonim në fitness. Edhe ka qenë një mirënjohje, një lumturi, unë thua ti ato ishin 900.000 euro për mua, isha kështu thash, erdhi pasuria, erdhi liria financiare, nuk duhet me erdhi të iki në përbor, në ndërtim, do rritemi në karrierë, andaj këtej. Por ndërkohë ne kishim provuar atë ndjesë se ishim fut në kredi, kishim marrë dhe kredin për të mbaruar diplomin, për të mbaruar certifikimin për fitness, trajner fitnessi. Edhe ishim dhe me kredi, kishim dhe këstin e kredis. Sa kemi guxuar, po çfarë tha mendja atëherë? Ti është guxuar pa menduar gjatë. Nëse dhe më shkruante një nën për vajzën e saj 14 vjeçe. Shiko, e the shumë bukur, sepse të veprosh të bësh një gjë ndryshe nga ajo që nuk je mësuar, se të bësh një trajnim të tillë ose të bësh diçka që është ndryshe nga ajo që shikon njerëzit që të rrethojnë, ose është ndryshe nga ajo që ke parë veten më parë, do shumë guxim. Sepse ne themi thjesht një trajnim, për shembull, që merr dikush është guximi për të lënë mbrapa veten tënde aktuale edhe për të përqaftuar versionin e ri të vetes, atë që bëm ne. Po që është punë e vazhdueshme. Dhe doja të thoja këtë, ishte një nën, një zonjë, edhe atë nuk e harroj asnjëherë sepse jam nxiti të bëj këtë pjesën e trajnimeve, që kishte një vajzë adoleshente atë kohë, tani vajza e saj duhet të jetë diku 19 ose 20 vjeç, edhe kërkonte seanca nga unë patjetër që unë të bisedoja me vajzën e saj, sepse unë isha e vetmja që vajza e dëgjonte me qetësi videot ose kështu, nuk është se bezdisej. Dhe thash ç'është kjo punë e seancave, si mund të bëjmë seanca, fillova ta provoja me seanca. Po të ndosesha shumë, nuk e gjëja vete, nuk ndihesha mirë në seanca, nuk ishte gjëja ime. Edhe një nga ato ditë thash, një sekond, po gjithë këtë një uri që unë kam, pse se bëj një trajnim që t'jetë baza ankthi, pakete plot, që të vijë shumë njerëz në të njëjtën kohë, edhe unë të kem mundësi të flas shumë njerëzve, jo të bëj seancë sot me Edin, nesër me Jonën, pas nesër me Anisën, e kështu me radhë. Domethënë, në të njëjtën kohë janë shumë njerëz që unë jap atë formulën, rrugën se si unë ja dola. Këtë e kisha bërë pasi bëra trajnimet në YouTube, kisha bërë shumë trajnime seminare falas dhe pash që kisha fuqi brenda vetes, domethënë influencoja të tjerë dhe njerëzit kishin çfarë merrnin nga unë. Më përshtatej dhe shpjegimi se ta themi atë që është për të thënë, jo çdo njeri e ka prerjen të jetë mentor ose të jetë udhëheqës ose të jetë pedagog ose të ketë këtë rrjedhshmërinë të folur.
E kuptova që ma ka dhënë Zoti, po ndonjëherë edhe ngecesha kur përpiqesha të bëja si e zgjuar, po kur isha vetvetja arritte ajo gjëja. Edhe pash ka shumë efekte pozitive te njerëzit, unë vërtet po i ndihmoj. Po sikur të bëj këtë trajnimin dhe fillova të punoja me kursin nga zero në hero, askush nuk e dinte as e di askush. Derisa nxorra njoftimin. Diçka e madhe po vjen, një story thjesht ishte, filluan mesazhet, o Jona, andaj kthej, filluan vazhdimisht njerëzit të kërkonin të dinin më shumë. Ne ishim në Spanjë atë periudhë dhe ishim akoma se ishim diplomuar. Ishim në Marbella, kishim dalë për kafe atë ditë, sepse ne provimin e bëm në Estepona. Pa problem, vazhdo. Dhe ishim në Estepona për të bërë provimin dhe ishim në Marbella për të pirë kafe dhe hëngrëm një drekë. Dhe atë ditë që ishim në Marbella merrti një frymëzim, thash një sekond Jona. Bëje. 5-4-3-2-1 dhe postova në story. Kur e postova kishte shumë kërkesa, më ke gati, çfarë lloj pagese më ke ndihmuar më të ndryshuar jetën, thash. Wow, do me thënë, ka njerëz që duan diçka më konkrete trajnime dhe unë vetë nuk isha shumë besim te vetja të them të drejtë, por e kisha ndarë mendjen. Vinte një thirrje e para, nuk kisha plan të mirëfill biznesi, tani se s'dua të bëj si e zgjuar e shekullit, nuk kisha plan biznesi. Troç muhabeti. Çdo gjë që është bërë te Jona Akademi, unë s'kisha plan biznesi. E bëra postimin, u diplomuam. Ishte video shumë e bukur emocionuese që unë vetëm qaja mora diplomën e fitnessit, po atë herë e parë që merr diplomë në jetë, që unë kisha marrë master në mjeksi dhe nuk isha qarë ashtu, domethënë, kur mora atë sepse sa kisha kaluar anktin, depresionin. Nuk e dija që do isha gjallë, nuk e dija që do rrisja vetë fëmijën tim. Guxova, mora edhe një certifikim, domethënë jo 1 po 6 diplomat e tjera në fushën e fitnessit. Master personal trainer është too much për një njerëz që sa ka kaluar atë fazën e vdekjes, domethënë ecën si i vdekur për së gjalli dhe ngjallet më në fund. Për mua ishte too much, isha shumë krenare me veten, bëra dhe atë videon që u emocionova, u kthiem në Vjenë, po erdhi momenti se ju premtova njerëzve, ç'a do bëja, duhet ta bëja. Edhe njoftova, do bëhet kursi nga zero në hero, kam punuar non stop. Doli trajnimi i parë nga zero në hero, po ishte fokusi më shumë te ankthi. Ndërkohë kisha avancuar shumë, e kisha kthyer çdo gjë në një biznes të mirëfillt, të bërë me pasion, me shpirt, njerëz që ndryshonin jetën, nuk ishte thjesht biznes, po më shumë jepja, vazhdimisht nga zemra. Dhe u kuptova që ishte diçka unike, me shumë dritë dhe shkëlqime, atë dritën e verdhë brenda. Dhe thash, okay, po sikur të bësh diçka që vazhdimisht të shoqëroj rrugtimin tënd të evolimit tënd personal, sepse unë kam pasur diçka që e quaja kompleks, po tani e kuptoj që është parim. Që pa e arritur një gjë vetë, nuk dua t'ia ofroj të tjerëve. Edhe unë pa e arritur një fazë të vetë, një nivel të vetdijes apo një fazë të evolimit tim, nuk mund ta bëja trajnim që ta ofroja për të tjerët. Dhe unë kisha arritur shumë atë periudhë, dhe thash kaq shumë sa kam arritur, dhe kaq shumë sa e njoh qenie njerëzore duke filluar nga vetja ime, edhe kaq shumë empatike sa jam që ju ndjej dhimbjet shpirtërore njerëzve, edhe thjesht duke më parë në sy. Se mos të bëj diçka që të përshtatet me këtë. Dhe ishim në Spanjë atë periudhë, kishim emigruar. Edhe doli trajnimi trajnim për te limiteve njerëzore. Pritet kisha bërë dhe një eksperiment tjetër me një trajnim vetëm për anktin 2 javë, po që në grupin e parë dështoi, nuk më pëlqeu, sepse unë nuk kam frikë të them dhe dështimet e mia. E quaj dështim sepse nuk pata kohë të jepja ato që doja të jepja. 2 javë janë shumë pak të punosh me anktin. 4 javë janë mjaftueshëm. 6 javë provova dhe 6 javë u nxe, u fto, hekur i shkret e nuk e punuam dot siç donim ne. Se 6 javë zvarritesh e harron dhe ato që ke mësuar. 4 javë ishte formula ideale që të punosh intensive. Kështu që për te limiteve njerëzore. U frymëzova, isha duke ecur rrugës dhe po i thoja Zotit, ç'a mund të bëj unë tani që t'i ofroj njerëzve atë që unë kam arritur, sepse bëja meditime, kisha përjetuar gjëra për te këtë dimensioni, kisha arritur shumë vetbesimin tim, më tremte vetja ime para pasqyrës se sa e madhe më dukej vetja vetbesimi që kisha arritur. Edhe në të njëjtën kohë vetbesimi që kisha për të dalë pa krehur, pa lyer vetvetja, duke qarë, duke bërë debat me Edin, nxirja të gjitha në video dhe thoja, okay, ç'a do bëj unë tani? Dhe isha duke folë me asistenten time në atë kohë dhe po i thoja, dëgjoj, kemi këto opsione për titull, vendosni grupi, u anisa në grup, cili titull ju godet më shumë andaj këtej. Asnjë titull mua s'ma mbushte mendjen, po thoja ndoshta e zgjedh grupi, duket diçka interesante. Dhe në moment që u dërgova një mesazh zanor te grupi WhatsApp-it, u dërgova, jo nuk e kisha nis akoma dhe isha kështu duke fol, dëgjoj, janë titujt këto, janë titujt kryesor. Shikoni edhe një herë në ato momente, nuk e di në mendje merr kjo për te limiteve njerëzore, sepse un kam pas shumë limite si njeri. Dhe shikoj në rrugë një monedë, 1 cent. Po ku ishte në një vend ku bënin urinën qend. Ishte një nga ata koshat që bëjnë urinën qend. Edhe duke aty pellgoj urinën sa e kish bërë qeni.
Pyeta unë thoti nga urina e qenit, gjeta një cent, shkova e mora dhe i thash grupi, ndërkohë centi këtu me urinën e qenit. Grupi, për te limiteve njerëzor, u vendos, të lutem bëj rilsin, ta postojmë që nesër, për te limiteve njerëzor, u dërgua. Kaq ishte, kaq u desh që unë ta vendosja dhe lindja i trajnim, shumë emocionos ishte ai moment, pastaj filluan pa siguri, qyqja e zeza, si do e bëjmë këtë trajnim, ky është i avancuar, unë s'kam bërë ndonjëherë trajnime kaq të avancuara. Më ndihmoi Zoti edhe ja dola, punova shumë fort. Sepse më pyete djete, po kur ishim në Spanjë që dilja vetëm me vajzën, unë ku ishe ti? Krijova trajnimin pra, se ne harruam, kisha te klasat e fitnessit live. E harrova atë pjesë. Pra, krijova këtë trajnim, këtej limiteve. Kështu që kështu krijua për te limiteve njerëzor, filloi grupi parë, ka qenë një super grup, shumë transformime, herë e parë që trajtoja traumat në mënyrë profesionale, jam rritur edhe unë gjatë rrugës, kuptohet sepse nuk jemi perfekt që në fillim, por arrita që gjatë rrugës të përmirësohem dhe tani jemi në grupin e 12, ka qenë shkurt, pra filloi në 6 shkurt 2023 grupi parë dhe tani fillon në 6 nëntor, çfarë rastësie, 6 nëntor, grupi 12. E shikoni sa po. 2025 grupi 12. Çfarë thash unë tani? 2000, mirë thash. Më thuaj të kur ja fundoj gafën shumë thuaj se truri e thot dhe hikën, nuk ri aty. Se nuk i gjykojmë vetëm në përgatimet që bëj. E thash punën më. Kështu që kështu krijuan trajnimet e mia. Trajnimi i ankthit është bër update her pas here sepse dhe me teknikat e reja gjithçka që unë arrit të kuptoj në lidhje me ankthin, më duhet t'i updateoj aty, prandaj bëjmë edhe seanca të tjera shtesë, prandaj flas për ditë dhe i ndaj ato teknika për ditë me pjesëmarrësit, me studentët. Kështu që trajnimi për te limiteve është më i avancuar. Ka të bëjë me vetbesimin, ka të bëjë me vetdijen e lartë, ka të bëjë me neuroshkencën e ndryshimit të zakoneve, çfarë s'kam futur unë ai trajnimi, ka të gjitha dhe përfshin një seancë në fund për qenien tonë shpirtërore me eksperiencën metafizike. Pra, e ngacmoj pak atë eksperiencën të njeriu për te fizike, se eksperienca metafizike që është vetëm një seancë. Edhe pse kam në vetëm një seancë? Sepse do ketë shumë surpriza të bukura, kaq mund të them të tani, që do vonoj ndoshta 6-7 muaj, ose ndoshta edhe një vit. Por unë nuk ndale me kaq, se unë akoma kam evoluar më shumë. Por, doja të thoja këtë trajnimi për te limiteve njerëzor. Unë kisha vendosur të bëja 10 grupe dhe ta mbyllja fare si trajnim, sepse doja të bëja diçka më të avancuar. Por nuk mendoj se mund të ketë trajnim më të avancuar për rritjen e vetbesimit, për trajtimin e traumave, për ndryshimin e zakoneve, për guximin për të qenë vetvetja se sa trajnimi për te limiteve njerëzor. Prandaj e lash që të vazhdoj, po më rrallë, 3-4 grupe në vit, jo më shpesh se kaq. Dhe ky është grupi i fundit për këtë vit. 6 nëntor, mbarojmë. Për këtë vit bëjmë grupin e fundit. Si e kam sistemuar unë trajnimin. Detyrat ka shumë teknika, hipnoza, vizualizime, ke 2 seanca në javë, të hënte e njëte ose të martë të premte, varet se kur do e nisim, dhe çdo 2 seanca që ti ke mbas seancës shpjegimit teorik, ke një hipnoz ose një vizualizim ose një meditim në varësi të asaj që unë kam përcaktuar në atë seancë. Pra në total janë 8 meditim, vizualizim, hipnoz. Janë më shumë se 30 teknika dhe ushtrime, më shumë se 30, dhe janë 8 seanca të regjistruara dhe 2 seanca live. Seanca e fundit live, unë ndaj rrugtimin tim metafizik, çka kam përjetuar në meditime, çka më shfaqur, si e kam përjetuar dhe gjithmonë me qëllimin që ti të përgatitesh nëse do bësh meditime dhe me qëllimin që të arrish të jetosh plotësisht këtë eksperiencë këtu në tokë, sepse ne dhe meditimet i bëjmë që të dimë si të jetojmë këtu në tokë. Jo që të shkëputemi, lidhje ka, të shkojmë aty lart kemi qenë, aty do kthehemi, tani jemi këtu në tokë, të jetojmë plotësisht këtë eksperiencë që na është dhënë. Kështu që fillon gradualisht, si të jetojmë ne të vetëdijshëm. Në fillim informohesh, edukon veten se cilat janë nevojat tona bazë, nevojat tona themelore. Dhe trajnimi është i strukturuar në mënyrë të tillë që edhe në fakultet, mbaj mend ato shpjegimet që na kanë bërë pedagogët, me gjithë modestin nuk kanë qenë kaq perfekte sa është ky trajnim. Dhe sa janë trajnimet që unë bëj, sepse vetë trurim punon në këtë lloj forme, shkencë, shpjegim, një fakt, një teknik, një ushtrim shkencor që ka ndryshim në sistemin tonë nervor, që lidhet me neuroshkencën ose me trajtimin e traumave, me kujtesën somatike, unë përpiqem ta shoqëroj me një gjë shumë të thjeshtë, siç thash atë ditë, kemi rrjetin e neuroneve, kemi këtu. Përpiqem të ndaj shembuj konkret nga përditshmëria sepse ky trajnim është për çdo moshë. Mbi 18 vjeç ose 17 çdo njeri mund ta bëj
Është për çdo njeri me shkollë, pa shkollë, pedagog, mjek, kam pas mjek të trajnimi, kam pas arkitekt, kam pas lloj-lloj profesionesh, kam pas edhe me 4 klasë. Nuk të duhet shkollë që të bësh trajnimet e mia, jam siguruar unë që ta bëj unë shkollën dhe të sjell ty në gjuhën e thjeshtë popullore, në teknikat e thjeshta, se unë nuk dua të dukem e zgjuar, unë dua të jem efektive, që ti ta marrësh energjinë time ta vesh në punë, të të ndihmoj. Se sa e zgjuar jam unë e di Zoti, e di. Se ama pse qesh? Okej, tani. Kusha mos më bëj me turp. E shumë e bukur thot. Më tha gryka o burr, një ujë nuk ishe hap. Faleminderit. Jam shumë e bukur, shiqyr futa live të më bëj burri komplimenta. Mbet shefi tani, disi për mi. Jam e bukur në shpirt. Atëherë, shiko, shumë e rëndësishme, sepse të seanca e parë, ti njihesh me të gjitha nivelet e vetdijes që ti ke, ti njihesh me trupin si mekanizëm që i përgjigjet urdhërit të mendjes, ti arrin të kuptosh gjithçka në formë zinxhiri se si funksionon, që nga mendimi i parë, emocionet, reagimet emocionale, veprimi që ti bën në ato momente, kundër veprimit që kemi mundësi të bëjmë dhe që do bëjmë ne. Pra njihesh me vetdijen në vetdije, me teknikat kryesore të riprogramimit të nënvetdijes, si ndodh provimi një mendimi dhe si del rezultati në bazë të atij mendimi aty jashtë, është goxha e avancuar. Flasim pak për ciklin optimist tek shumë radhë. Seanca e parë është interesante. Seanca e dytë shpjegojmë emocionet, bllokimet emocionale, si ta kuptosh ti që ke bllokime emocionale, ku i ke ti bllokimet emocionale, çfarë kanë shkaktuar, mbi të gjitha traumat që ti ke përjetuar, pse ke ti vetbesim të ulët, pse urren veten, pse braktis gjithmonë veten dhe nevojat e tua, pse nuk arrin ta bësh prioritet veten, pse nuk arrin të guxosh ti është vetvetja. Gjitha këto janë fshehur aty shumë thellë ai icebergu. Me cep në fund fare, icebergu i mendjes tënde, siç e shpjeguam, Programimi e shumë e ra, ka pafund. Pastaj bëu i pathyeshëm zakonet. Seanca e tretë ka të bëjë me zakonet. Neuroshkenca e ndryshimit të zakoneve si ndikon disa veprime të thjeshta të përditshme në ndryshimin e zakoneve dhe në ndryshimin e rrugëve neurologjike tashmë ekzistuese që ne kemi në sistemin tonë nervor. Tjetër, vetbesimi, seanca e katërt, si kesh vetbesim të hekur, ma lër në dorë vetbesimin. Kesh ma lër mua në dorë vetbesimin tënd? Edhe do dëgjojmë pas 4 javësh të pjesa e vetbesimit. Unë mendoj që nuk ka nevojë vetbesimi për shumë teknika, edhe pse këtu i kanë përfshirë, por nuk ka nevojë vetbesimi për shumë shkencë, nuk ka nevojë vetbesimi, edhe pse shkenca është e përfshirë, kjo është baza e këtij trajnimi, por vetbesimi ka nevojë për guximin, për të qenë jo perfekte. Unë jam jo perfekte, unë tani kam djershitur, duke djersa këtu, unë e kam të rrudhur këtë, unë kisha harruar një xullufe pa shtrirë këtu, tani e pash në live, kjo jam unë. Dhe prap jam dritë e Zotit, dhe prap kam shumë prap ta ndryshoj jetën ty kështu si jam. Ky është vetbesimi. Të kesh guximin të jesh jo perfekte, të pranosh imperfeksionet e tua dhe të dalësh aty jashtë për atë që je dhe sërish ta përmirësosh veten çdo ditë, të kesh vlera për të vënë dritë kur flet, ose edhe thjesht kur je aty para njerëzve. Sepse njerëzit lexojnë energjinë tënde, kështu që vetbesimin jam nona e vetbesimit. Jeto si krijues, si të kemi mundësinë të krijojmë realitetin e ri, të vizualizojmë, të përpiqemi të shikojmë me sytë e mendjes, do mësojmë pak rreth vizualizimit, se vizualizimi është shkencë, llojet e vizualizimit, si ti praktikojmë, janë 3 llojet bazë të vizualizimit. Kështu me radhë, çfarë kemi tjetër këtu? Ëndrat, si të zgjojmë ëndrat tona të harruara për shumë gjatë. Po, ëndra, dëshirat, qëllimet, objektivat dhe detyrat janë shumë të fuqishme, këtu sepse unë të vë qëllim, cila është ëndra jote, ëndra ime jone është që unë të filloj fakultetin, sepse e kam në shkollë për gjysmë shumë mirë. Kur do e fillosh, data kaq? Se tani do e filloj, po më tani. Kur do e fillosh? Kur të flakesh, tani. Kështu që është seancë kjo goxha ta aktivizon, po e bëjmë bashkë rrugën, nuk është se e bën vetëm. Mund të lë detyrë, ik nesër interesohen të fakulteti, ik nesër ndro vendin e punës, kërko punën tjetër. Ik nesër interesohet se të hapësh biznesin. Është trajnim aktiv, nuk është trajnim që unë flas shpjegoj, aktiv. Ti do tundesh, do lëviz nga vendi. Pra panica jote, po mos ja thuaj njeriu këtë fjalë. Do lëvizësh, do tundesh, do shkundesh. Ti ke nevojë të lëvizësh. Ti nuk ke nevojë të marrësh më shumë informacione. Ti ke nevojë të vesh në punë ato pak informacione që ke. Teknikat që unë do t'jap ti do i vësh të gjitha në punë për 4 javë. Nuk ka kuptim ti marrësh, ti mbash aty në xhep dhe vazhdosh jetën, jo.
ti do aktivizohesh në maksimum, që ti jetosh në fund jetën që ti do. Dhe kjo vlen për çdo trajnim, edhe trajnimi i ankthit. Nuk jam mund të bëj si gjithë psikologët ullu aty dhe të flasun, po. Po, ke të drejtë. Ndihesh keq, s'ka gjë se kalon. Jo, më nuk kalon. As ankthi, as traumat, as vetbesimi ulët, as paniku, as gjë nuk kalon, po nuk lëvizet ti nga vendi. Asnjë gjë nuk kalon dhe këtë ja vërtetova vetes time. Unë kalova një depresioni më të thellë tani me vajzën, po ja se kjo do jetë gjithë jeta ime, nga që është autizmi, mendoja do kalojmë gjithë jetën në gjendje depresive. Jo, kush tha? Kush e tha këtë gjë? Ne do shkëlqejmë një jetë, do jetojmë jetën siç duhet. Duhet të lëvizim nga vendi, duhet të lëvizim ne nga vendi tani. Që të jetosh të jetën siç do. Në çdo trajnim që unë bëj, unë nuk flas kot, nuk gri sallate. Kam bezdi unë të flas kot, të tundi kokën ju 2 herë gjatë seancës e të hikni në shtëpinë tuaj e unë të flegju me qet. Nuk dua ta bëj atë gjë. Përderisa unë veten time kam kap me shkelma që kam arrit këtu ku jam. Kjo është formula e vetme. Nuk rregullohet jeta duke mbyll syt edhe meditove 5 minuta, po kur I hap syt je në të njëjtin shit ku ke qenë para meditimit. Duhet të lëvizim trupin, duhet të guxojmë. Dhe jam unë këtu për ty për ta bërë këtë gjë. Nëse ti do, unë nuk jam këtu të mbush mendjen askujt. Ligji numër 1 I universit, secili vendos vetë për veten e tij, ama është detyra ime të ta ofroj këtë energji, të ta bëj me dije që ekziston kjo energji. Ekzistoj unë këtu që ja kam dal vetë, ekzistojnë këto trajnime shkencore me eksperiencë njerëzore personale. Se çfarë do bësh ti me këto në dorën tënde, ama unë e bëra timen, ta thash. Unë e bëj timen për ditë kur postoj vlerësimet, sa njerëz janë aty që kanë ndryshuar jetën unë. Sa ti lëm këto termat jo modesti, nuk e kam bërë unë. Jo unë jona që jam tani. E ka bërë versioni im kur jam gjatë trajnimit, që është misioni i jetës, është misioni im. Sa njerëz ju kanë ndryshuar jetën. Ata 3 djemtë që përmendëm, që I takuam nga afër. Çfarë fjalë thonin ata që I thonin Edit? Çfarë fjalë të thanë ty? Jo sepse isha unë, po sepse është energjia e provuar, e kemi provuar vetë, unë jo ofrova atyre, nuk ka të bëjë me egon time. Ka të bëjë me rolin që marrim në jetë. Unë kam 2 role. Është ky roli jo nëse thjesht të përditshme, mund të themi një debat, mund të bëjmë një debat me Edin, mund të themi një fjalë tepër, rrisim fëmijën, ecim para, ama është ky roli im që unë kur vesh këtë këmishën dhe dal këtu, unë jam këtu për ty. Është misioni im. Dhe unë kur jam me këtë rolin e dytë, të lexoj traumat e tua, ndoshta po përtas shumë edhe ato zonjat nëse jam mirë. Ato traumat e tua ti lexoj pa folur, ato plagët emocionale ti kuptoj, ta kuptoj shpirtin, ta kuptoj esencën. Sepse jam një shpirt I sfiduar vetë. Kështu që seanca e 5 do flasim për këtë çfarë diskutova. Seanca e 6 konkretisht biznesi karriera. Unë nuk kam qenë ndonjëri I dhën pas lekëve. Jo, madje kam më mirë të jap se sa të marr. Dhe kjo nuk ka të bëjë me traumat, sepse dikush atë është mekanizëm, sepse nuk të ka mësuar se ta duash veten, e dua veten, nuk ç'ka me të. Patjetër që e dua veten, patjetër që kam mësuar ta marr atë që është e imja, nëse unë të jap kohën time do e paguash, atë e di. Por ka raste që unë ndiej të jap pak më shumë se sa paguam ti. Kush të keqja, s'ka të keqe. Por në jetë, kur ke detyrime, kur je prind, kur duhet të jetosh, sepse çdo njeri del në mëngjes nga shtëpia për një rrogë, për financa, dikush shkon në vendin e punës që e urren, dikush shkon në vendin e punës që e ka pasion, dikush hap biznesin e tij që e urren, dikush hap biznesin e tij që e bën me shpirt. Të gjithë ne shkojmë për të nxjerrë të ardhura. Në fund të ditës dalim aty për të nxjerrë të ardhura. Dhe do punojmë në seancën e 6 se si të krijosh biznesin e ëndrave ose karrierën e ëndrave duke u nisur nga pasioni, ta bësh me shpirt. Jo ti jesh një shtirak më shumë që shtiret aty jashtë, një robot më shumë, një njeri dëshpëruar, po ti jesh një njeri përmbushur. Sepse në këtë dimension ku ne jetojmë, lavazhi I parë I trurit që na kanë bërë është fakti që ti duhet të sforcosh veten, të futesh në atë kutinë e vogël që të nxjerrësh një rrogë. Jeta është për te rrogës. Dhe mundësi ti ke pafund për të nxjerrë financa, por ti ke bllokime brenda vetes tënde që nuk ta lejojnë këtë gjë. Përderisa unë s'ta marr ty. Të ardhurat e mia nuk ti marr ty. Të ardhurat e mia nuk të pengojnë ty, nuk ta bëjnë ty jetën më të varfër, ma bëjnë mua jetën më cilësore. Pse mos të guxoj unë? Po unë jam ti dhe ti je unë. Pse mos të guxosh ti? Përderisa si bën keq askujt. Kështu që do flasim biznesi, karriera, arritja personale dhe liria financiare. Seanca e 7 do flasim pak për një mekanizëm që ne kemi në sistemin nervor, unë e quaj si një buton, që sa herë ne shtyp atë butonin bëjmë e pandalshme dhe ka të bëjë me kur japim drejtim jetës. Është një mekanizëm I caktuar në sistemin ton nervor që ka të bëjë me trurin limbik ose me atë trurin zvarranik që na zvarrit ne vazhdimisht, ka të bëjë me forcën tonë të vullnetit, me lobin frontal që kur ti je vetëdijshme 100% e fokusuar, ti thua e bëj se është në të mirën time dhe tik.
Dhe është një mekanizëm që ta arrish ta bësh këtë gjë që the kur nuk e ndjen ti të veprosh. Dhe shpjegojmë te seanca e 7. Dhe më në fund seanca e 8 përtej trupit fizik, eksperjenca metafizike, shtresat e energjisë, shtresat e trupit që ne kemi, sepse nuk është vetëm trupi fizik. Ne këtë arrim të perceptojmë shqisat tona në një trup njerëzor, por ne kemi shumë shtresa të tjera në trupin ton. Do të thënë trupi energjetik ka shtresa vazhdimisht, kemi qendrat tona të energjisë në trup të pozicionuara afër pleksuseve nervore, që ka të bëjë sërish me sistemin nervor, pra është një ndërthurje spiritualitetit dhe sistemit nervor dhe shkencës, seanca e 8. Dhe sa i gjithë trajnimi tjetër, do të thënë seancat e tjera janë një ndërthurje e eksperiencës time jetësore dhe formimit tim profesional ndër vite, që ende po bëj trajnime sepse kjo më shijon shumë kënaq. Siç e shijon dikujt të shikoj një ndeshje apo të shkojnë parukeri, mua më shijon të bëj trajnime të reja. Kështu jam unë e formuar si njeri. Kështu që gjithë shka që unë kam përjetuar, që unë kam arritur të mësoj, të studioj, i jap 100% të 2 trajnimet, por sidomos trajnim për te limiteve, iku ky. O, sa kam folë. Ska që kam qepën ku flas. Qa është që më ka dalë këtu? Shiko, laptopi dashur, mua numra mos më dejti tani, se unë kam shpjegim live, ashtu të lumë. Tani, kalojmë te... Ja të hapë dhe njëherë se ma hojshë laptopin. Grupi jemi këtu të gjithë, vetëm një moment, kalojmë të trajnimi për të menaxhuar anktin, që është çka shumë e bukur. Se më jep një facole të lutem, zemër, ja këtu. Se faleminderit. Se anktin unë nuk e trajtoj kështu me zvarritje. Hajtë fshim lotët bashkë, tani se keti ankt. Jo, ankti nuk është fundi botës. Mënyra se si unë e trajtoj anktin, nuk ka të bëj me ti e viktima, unë jam shpëtimtarja, më ka dërguar Zoti të të shpëtoj. Edhe pse shumë njerëz më kanë thënë këtë gjë më ka shpëtuar, po ti nuk je viktima, unë nuk jam shpëtimtarja, unë jam njëri që e kam kaluar anktin para teje dhe e kam kuptuar që shumica e gjërave që na thonë është lavazh truri, të duhet patjetër dikush të udhëheqë për disa muaj dhe disa vite që ti të shpëtosh. Ka raste patjetër që ndoshta ka nevojë për këtë gjë, por nuk e besoj. Unë mendoj që ka raste të cilët nuk besojnë te fuqia e tyre dhe janë minus në grotë dhe ka raste të cilët nuk besojnë te fuqia e tyre janë në zero. Ata që janë minus i duhet pak më shumë kohë të shkojnë në zero që të guxojnë të ngjiten lart. Ata që janë në zero që je ti je gati. Pra, ka persona të cilët vuajnë nga ankthi dhe i dorëzohen medikamenteve, i dorëzohen zvarritjeve me seanca. Çdo gjë e mundur që shkenca ka zbuluar sot, që unë e kam praktikuar dhe ka funksionuar, se shumë gjëra që shkenca thotë unë nuk i besoj dhe nuk kanë funksionuar te unë, apo te vajza ime tani që po i bëjmë këto eksperimentet tona, të jemi të qartë, gjërat që kanë funksionuar për mua në rrugtimin e shërimit të vetes nga ankthi, sepse ankthi nuk është sëmundje, po shërimi emocional. Ti do bësh një shkollë 4 javë, të mësosh se çfarë është ankthi, të bësh teknikat dhe ushtrimet që t'i japi në vite me seanca. Dhe do kesh mundësi në fund të jesh tjetër njeri, të kesh më shumë guxim dhe vetbesim mbi të gjitha. Ankthi është thirrje e brendshme që ti je duke braktisur veten për shumë gjatë. Ankthi është si thirrja kur kemi ne nevojë që dua të pi pak ujë, ka metje, dua të ha ushqim, ka muri, trupi ka nevojë. Ka etje, ka uri për vetë dijen tënde, për ndryshime nga ana jote. Ne nuk jemi një copë shkëmbi, që mos të ndryshojmë, kemi nevojë të ndryshojmë. E ka bërë vetë ligji natyra dhe Zoti kështu ne duhet të ndryshojmë. Dhe kur ne për shumë gjatë nuk ndryshojmë, zvarritemi me të njëjtat gjëra, e njëjta mendësi, të njëjta dëshira, e njëjta mënyrë jetese, shtëpi, punë, një udhtim, një dasëm në vit, një thashë them, hajt më iku dhe një ditë, do ulërasi ankthi. Do ulërasi depresioni, do ulërasi paniku, sepse ne nuk jemi këtu të zvarritemi, ne jemi këtu të evolojmë, të ndryshojmë. Dhe trajnimi i ankthit nuk është vetëm për ata që kanë ankth. Është edhe për ty që e ke kaluar ankthi për atë sa vitesh me një kokër apo me një psikolog, thua ja mirë tani, i ke rrënjët akoma aty, sepse duhet ta trajtosh nga rrënjët, cili është shkaku. Shkaku është spiritual, emocional, nuk ka të bëjë vetëm me mendjen. Shumica trajtojnë mendjen. Ke mendime negative, thuaj të kundërtën në mendimit negativ. Po të ishte ashtu ishin për gjithë miliarder të lumtur, po nuk është aq kollaj, sepse puna me ankthin dhe me emocionet dhe me traumat konsiston në 3 element: niveli mendor, niveli emocional i trupit dhe niveli spiritual i energjisë. Kështu që këtë kombinim unë e bëj në çdo trajnim që ofroj, në çdo bisedë që bëj me njerëzit. Nuk është kaq e thjeshtë të bësh njëri të lumtur, nuk është kaq e thjeshtë që sigurosh ambientin e dur dhe energjinë e dur një njeriu që të shijojë të paktën lumturinë. Dhe në 4 javë unë sigurojmë që ti të shijosh lumturinë, të shijosh lirinë, të shijosh forcën tënde. Por gjithmonë është në dorën tënde. Se kam një video të ruajtur që duhet ta postoj që më tha një zonjë, Jona,
thonë që ti, jo nuk e dua mjalt, ti mos më hedh, e dua pa mjalt. Faleminderit. Jona thonë që ti ke thënë tha që ti shëron tha njerëzit nga ankthi. Çka ku e kam thënë këtë? Unë të kisha thënë këtë isha bërë miliardere, po unë prandaj po punoj kaq pastër me pak njerëz, edhe prandaj punoj me dinjitet dhe integritet, se nuk duam të jap shpresa bosh e kot. Nuk duam të gënjej njerëz. E kam thënë kjo fytyrë do më shoqëroj gjithë jetën. Nuk e kam as guximun, që të më bëhet faqa sholl, thot populli, nuk e bëj dot. Kush jam unë? Po zoti jam unë që të shëroj njerëz. Unë vendos ty të të shëroj. Shërou. Nuk bëhet kështu shërimi. Nuk bëhet kështu shërimi. Unë po kam shëruar veten. Nga shumë e shumë. Mbeturina e kalbësira, shërim emocional, fuqi mendore, fuqi fizike, gjithçka. Kam guxuar ta krijoj veten time siç dua unë që të më shërbej në jetë, jo siç më kanë thënë të tjerët që jam unë. Pra kam guxuar ta shikoj veten siç jam vërtet, jo siç më mbushën mendjen të tjerët që unë isha. Këtë e kam arritur në lidhje me ankthin, me depresionin postpartum, me atak paniku, me vetbesimin e ulët, urrëtitje ndaj vetes, urrëtitje ndaj trupit kur isha gjithmonë tani jam mbi peshë, dua veten time, e tregoj veten time ashtu si jam mbi peshë. Këtë gjë nuk e kisha arritur në 35 vite jetë, pra unë vazhdoj evoloj akoma dhe akoma, dhe nuk kam frikë ndaj këto, kam guximin ta bëj. Këtë të ofroj ty, një shembull konkret jetësor. Edhe backgroundi im shkencor ka bërë punën e vet, se të them të drejtën, të punosh me mendjen e njeriu, me trupin e njeriu, me emocionet e tij dhe me aspektin spiritual, duhet pak shkenca aty brenda. Sepse vetë jemi pak të komplikuar në njerëzit kur nuk e njohin veten. Kur filloj me njohin veten, pastaj e di vetë se si funksionojmë. Kështu që çdo trajnim që unë ofroj, kaq mund të them. Tjetër, bëj pak pushim, pak çaj. Trajnimi i ankthit, asaj hidhur qesh po po pëlqen. Që ka shumë cilësor. Trajnimi i ankthit, mënyra se si e kam strukturuar, e nis çdo gjë me informimin. Pra unë dua që ti ta kuptosh pse. Për shembull, unë të them, ky ushtrim që ti do bësh në mëngjes të ndihmon të ulësh nivelet e ankthit, po pse unë ta shpjegoj dhe pse. Këtë gjë mbajmë ta kam bërë edhe klasat e fitnessit dhe ju theja gocave mos u mërzisni që flas kaq shumë, po e bëj për ju sepse thoja, ky ushtrim tani do bëjmë një squat dhe shpjega, squati konsiston në këto 3 grupe muskujsh dhe shërben për këtë gjë, pra unë dua të ta shpjegoj që ti ta dish çfarë je duke bërë ti me trupin tënd, me mendjen tënde, me jetën tënde. Jo thjesht të ta jap dhe të hiki. Dua ta shpjegoj tamam si një fëmijë 5 vjeç që nuk e di çfarë është kjo. Kështu e kam shpjeguar unë anktin. Çfarë është? Si ta menaxhojmë, si të ndryshojmë zakonet, ushqimi, mënyra jetesës, mënyra se si ushqehemi, komunikimi i përditshëm me njerëzit, pra gjithçka që ndikon në drejt për drejt nivelet e ankthit. Janë shumë të fuqishëm se trajnime, ka marrë goxha vlerësime. Ka patjetër shumë njerëz të tjerë që po ndryshojnë jetë njerëzish, shumë mentor të tjerë, shumë psikolog, shumë terapist që punojnë me zemër dhe ata që punojnë me zemër më them bravo ju qoftë, dhe që kanë formimin e duhur dhe diplomimin e duhur për të ndryshuar jetën e njerëzve, por unë do flas për veten sot, shumë vlerësime. Ndoshta jam profili që ka marrë më shumë vlerësime, edhe ndoshta duhet i postoj pak më shpesh, që dhe ju të merrni guxim se nuk është vlerësim ndaj meje. Është shembull konkret i një njeriu si ky që ka ndryshuar jetën, kështu që ndoshta duhet i postoj. Kaq për momentin. Keni pyetje për trajnimet? Po i hap shpejt e shpejt që pastaj të kalojmë te përgjigjet e pyetjeve. Sa është ora? Okej, kemi kohë. Jemi super mirë, jemi super mirë. E di çfarë se unë harroj. Unë do ta them këtë tani çka kam për të thënë. Po hap dhuratën që tani, që pastaj të rrin vetëm për pyetje përgjigje. Edhe vetë kisha shumë vite pa e bërë një retrospektiv nga fillimi në fund si nisa unë trajnimet e kështu, kisha shumë kohë pa e bërë këtë. Ishte shumë nice, shumë këndshëm. Keni pyetje apo vazhdojmë? Okej, të gjithë që jeni këtu. Ti që do ndjekësh këtë video më vonë. Ti që je pjesë e Instagramit tim sepse ke parë si një dritare që ndoshta të ka dhënë shpresë. Ndoshta të ka dhënë dritë, ndoshta të ka dhënë informacione, ndoshta i ka dhënë kuptim ditës tënde pak më shumë, ndoshta ke gjetë përgjigjet e shumë pyetjeve që luheshin për shumë gjatë në mendjen tënde. Flutura. Faleminderit, jeni dashuri. Jeni dashuri. Pra për të gjithë ju që doni të punoni me veten, unë nuk dua që ta krijoj akademinë Jona Akademi si një
se di, diçka shumë të lartë që jo të gjithë e kapin, nuk kanë mundësi. Dua ta kryej vërtet është diçka shumë e lartë nga standardi i asaj që unë ofroj. Por për aksesin e njerëzve her pas here është për lartë, dua ta ul her pas here. Dua ta bëj më të mundur për shumicën e njerëzve, dhe duke marrë parasysh që unë janë grupet e fundit që do ofroj. Për këtë vit edhe disa muaj për vitin e ri që nuk do jem dot aktive. Kjo është hera e fundit që unë ofroj për disa muaj komunikim të përditshëm me mua, akses të përditshëm që t'i kete unë te trajnimet. Çfarë do bëj është kjo? Do ofroj 20% ulje për të dyja trajnimet. Dhe kur them 20% ulje është shumë ulje e konsiderueshme, dhe e di që të ndihmoj shumë njerëz që po numërojnë lekët tonë s'më janë bërë të futen te trajnimi, dhe dua të them diçka, bravo të qoftë, dhe mos u ndiej keq nëse numëron lekët dhe nuk të bëhen. Ne për të diplomuar si trajner fitnessi kemi marrë kredi. Unë për të zhvilluar veten në fillim gjeja trajnime me pagesë të ulët minimale, ndoshta nuk ishte cilësia, po prapë bëja, po ja ku jam sot. Mund të blej trajnimet më të shtrenjta që dua unë, sikurse po i blej, që të formoj veten time. Prandaj mos u ndiej keq nëse nuk të dalin lekët. Rëndësi ka që ti ke dëshirën ta përmirësosh veten. Rëndësi ka që ti je këtu duke luftuar, duke u kapur me thonjtë e jeta, jo duke e pranuar fatin tënd. Jo, ky është fati im, jo. Fati jot është të evoluosh. Dhe kur e kërkon, të jepet. Kur e kërkon, të shfaqet. Prandaj shpresoj që dikush ta ketë kërkuar këtë gjë dhe unë ofroj 20% ulje për të dy trajnimet deri në fund. Deri në fund nuk ka ditë afat, me 20%. Dhe është herë e parë që unë nuk pranoj regjistrime. I kam thënë stafit nuk do bëni asnjë regjistrim, sepse ditën e shtunë unë do ofroj ulje dhe të gjithë pjesëmarrësit e këtyre dy grupeve, të gjithë do jenë me 20% ulje. Jo njëri më shumë, njëri më pak, të gjithë, s'ka. 20% ulje për të dy trajnimet, me gjithë shpirt për ty. Shkrimet i kanë në website, që ta kërkojnë të sa dhe Jo, e di pse emocionohem. Emocionohem sepse kam kaluar vitin më të vështirë të vetes time, të jetës time, nuk e dija që do isha prapë një mentore e denj, nuk e mendoja që do isha live, që do bëja grupe të tjera trajnimesh. Dhe unë e di se kam luftuar në 2024, sa e kam urryer veten time, unë e di se sa lutesha që të vdisja, po thoja kush do rri si vajzë, mirë do iki unë. Domethënë ti kur lufton me autizëm nuk të lejohet as të vdesësh, sepse ke fëmijë për të arritur. Edhe nuk e mendoja që do isha këtu prapë me këtë fuqi, e thjesht nuk kishte marrë malli për fuqinë time. Domethënë, dua ta jap edhe si mesazh që Zoti bën mirë, Zoti është këtu për ne. Nuk është me kaq, sfida nuk na përcakton e gjithë jetën. Nuk na i përcakton. Dhe mua gjithë helmi që mora në 2024, se për shumë mund të dukesha pak më ashpër, pak më egër, pak më ftohtë, vetëm unë e di se sa luftoja që të mbaj atë pak grimc drite ndezur. Unë prap ju dua, i kam falë të gjithë sepse kjo jam unë, nuk i dua njerëzit. I dua njerëzit sepse kanë vuajtur, kanë kaluar trauma, i dua njerëzit sepse kush është ai që nuk e do lumturinë, çdo njeri e do lumturinë, kështu që me gjithë shpirt, çdo regjistrim i këtyre dy grupeve të trajnimeve do jetë me 20% ulje. Për grupin e WhatsAppit është tjetër gjatë. Aty është diçka tjetër. Sa ditë e bukur që ishte. Një vit rresht kam luftuar të bëja një dush, s'bëja dot një dush. S'kisha më dëshirë kush të shpjegoja. Dhe ja ku jam prapë tani në kulmin e shkëlqimit, o Zot faleminderit. O Zot faleminderit. Edhe ty faleminderit, edhe njerëzve të dashur faleminderit, sepse ky është rikthimi im. Ky është rikthimi im, jam shumë e lumtur. Kaloj me një herë drejt në temë. Domethënë, kaq për trajnimet 20% ulje, kush të dojë të regjistrohet aty, shpjegova mjaftueshëm. Fillojmë. Ja balancojmë pak energjinë të gjithë bashkë siç jemi, se ishte shumë intense energjia dhe nuk dua ta zvarris këtë lloj energjie. Vendosim pak duart në zemër. Mboshëm e frymë ngadalë. Unë balancoj energjinë time. Dhe gjithë shka që unë do flas tani buron vetëm nga zemra. Dhe hap kraharorin.
Të buron nga vetdia ime e lartë. Vazhdimisht, pyetja e parë, kalojmë te pyetjet. Vazhdimisht përmend Zotin, cilit besim i takon? Si mund mos ta përmendun Zotin? Ka qenë e vetmja energji që është ndodhur aty pranë meje, pra edhe pse e dija që ishte mision, prapë dhimbja njerëzore në sfida të tilla, në diçka që do të shoqëroj gjithë jetën, si për mua dhe për Edin, flas dhe për Edin sepse është këtu përballë meje tani. Edhe kemi luftuar të dy shumë që të vazhdojmë të jemi të njëjtit njerëz, me të njëjtat ëndra, ndoshta ëndra edhe më të mëdha, edhe me të njëjtën dashuri në zemër dhe dritë në shikim. Dhe kur lufton me diçka kaq të madhe, siç është autizmi, që është kushtëzim gjithë jetën do të shoqëroj, nuk mbaron me një periudhë kohe, dhe ndoshta sfidat dhe rriten, vetëm Zotin ke aty. Vetëm Zoti të kupton, vetëm Zoti të mbështet, vetëm Zoti të shpëton, siç më shpëtoi mua nga ajo grope e errët. Zoti dërgon njerëz, të dërgoj një mesazh, ndoshta të jap një inkurajim, dhe shumë nga ju e kanë bërë këtë gjë në Instagram. Në momentet e mia më të jeta, po një ndër herët më të vështira ka qenë një zonjë që quhet Vojsava, kam mbaj mend emrin, e kam takuar në shëtitore këtu në Sarand, ajo është dritë, është dashuri, nuk ka Instagram, por më ndjek në YouTube dhe do e ndjek këtë shpjegim në YouTube dhe ti nuk e ke idenë se çka ke bërë atë ditë me mua. Ka qenë një nga ditët më të vështira që kem pas krizën më të madhe në martesë ndonjëherë. Ishte dita kur ti ike. Domethënë Edi doli nga shtëpia në sherrë sipër që se kemi bërë këtë gjë asnjëherë, dhe kishte ulë në një kafe, nuk e di, dhe unë isha në një lokal me vllajin, me punatën, nipin, besa dhe panorea, dhe vajza që thoshte kush babi, unë çati thoja, dhe në ato moment isha gati duke qarë, por hajde mbajta veten dhe më del para i zonjë. Më fal, thot Fationa? Kur i thash po. Unë jam, edhe mundova të shtiresh atë buzëqesh, po duke i shikimim që i fikur. Thash unë dava me Edin, ka që ishte shumë sherr i madh. Ti tha nuk e di, po ti ke shpëtuar jetën. Shnaj më ky live duke qarë sot e zot. Ti ke shpëtuar jetën e një mamaje me 2 fëmijë që është shoqja ime ngushtë, dhe faleminderit që shpëtove jetën shoqes ime të ngushtë. Atë ma tha Vojsava në ato momente. Dhe unë fillova të qaja, aq doja, unë ca nga Edi, ca nga jo, fillova të qaja. Mirë që fillova të prekesha, të emocionohesha, e përqafova, kisha nevojë më shumë unë se sa jo për atë përqafim, dhe iku e la me aq. Kaluan 10 minuta, shikoj vjen me një çantë në dorë. Vjen me një çantë dhe thotë, kjo është një dhuratë e vogël për panorean. Shkoj bleu një kukull të bukur, kukullës me që ndoshta Vojsava do ta dish, ja kemi vënë emrin Kumbulla, se ishte Leila si kumbull, diun se çam kapin ato momente frymëzim, momente Kumbulla, kështu që kumbullën e kemi në shtëpi dhe e kemi shumë gjatë. Dhe ajo kukull është simboli i shenjave që mua më jep Zoti, dhe në ato momente unë thash mbaroj çdo gjë, mbaroj mentorinë, mbaroj martesa ime, mbaroj jeta ime. Jo, tha Zoti, nuk mbaroj, se vërtet ti ke këto çfarë je duke përjetuar, po prit se ke shpëtuar jetën e një nëne me 2 fëmijë. Do të thotë 2 fëmijët e saj kanë mamin aty afër, sepse ti e shpëtove. Se si e shpëtova, unë akoma nuk e di, dhe sot e kësaj dite nuk e di kush është ajo zonjë. Por Zoti ka qenë aty për mua. Zoti më ka dhënë shenja, Zoti më ka dhënë. Kam dalë në balkon dhe thoja, pse s'më merr tani? Më merr tani ose më jep një shenjë. Mbas 20 minutash më ka ardhur mesazhi në telefon, më ka ardhur shenja. Si mos ta përmendun Zotin? Kur ajo energjia që ne e quajmë Zot na ka krijuar të gjithëve, na mbron të gjithëve dhe na do shumë. Vuajtjet ja shpikim ne vetes tonë, me ato që i themi vetes në mendje, me mënyrën se si ja shikojmë në jetën, po Zoti ne na do shumë. Zoti nuk do të na shikojë të vuajtur. Unë jam rritur e besimit fetar ortodoks. Kam lindur në një familje që i përket besimit fetar ortodoks. Shumë nga familjarët e mi besojnë, dhe unë patjetër besoj, nëse shkoj nesër në kishë të ndezin qëri, e bëj natyrë shumë sepse jam mësuar gjithë jetën me atë gjë, por nuk besoj më të ritualet e kishës, nuk besoj më të rregullat çfarë lejohet, çfarë nuk lejohet. I vetmi ligj që unë besoj, që është ligji i Zotit, është mos i bëj keq askujt, mos cëno hapësirën e tjetrit, dhe për sa kohë nuk e bën këtë gjë, je i lirë, fluturo. Fluturo, hapi krahët, zgjeroj krahët deri aty ku është liria e tjetrit. Nuk ka gjëra që lejohen dhe nuk lejohen, për sa kohë s'të bëj keq ty, gjithmonë me dinjitet, se tani unë për shembull po të dala kuriq në rrugë s'të bëj keq ty, po s'do dal se s'ka logjik, flasim për gjëra të logjikshme. Prandaj unë besoj te Zoti që na ka krijuar të gjithë, ndërsa te feja, te politika, te gjërat që i ndajnë njerëzit nuk dua të besoj. Ëndra ime është që të gjithë njerëzit e vetmja gjë që i bashkon të jetë vetëdia e lartë, vetëdia e lartë për të lumturuar veten, për të toleruar tjetrin,
Prandaj e përmend Zotin, sepse Zoti, ai Zoti që ne nuk e shikojmë, por që është aty, bëri që unë të jem sot këtu dhe të flas në kulmin e fuqisë time, që nuk e mendoja që do të kthehesha ndonjëherë sërish. Thoya, do jem thjesht do zvarritem, do shtyj jetën derisa të flaket. Çfarë do shtyj jetën unë me këtë energji që kam? Unë do shkëlqej dhe pik. Unë do shkëlqej dhe pik, ti do shkëlqesh dhe pik. Është një moment, një periudhë sfide, nuk është gjithë jeta jote. Kam qenë di ankthi, e shpjegova ankthin, ke trajnimin, ka shumë mesazhe për ankthin, ka shumë mesazhe për vetbesimin. Trajnimet që do fillojmë i keni me ulje, nuk ka justifikim. Nëse s'keni fare lek futu në YouTube, kam bërë pafund video aty, të ndihmon shumë YouTube-i për ata që janë pa rrogë, pa të ardhura fare keni YouTube-in. Ata që kanë mundësi financiare, nuk ju bëheshin lekët, ja ku e ke ulje, është momenti yt. Sa e bukur Juliana bën shumë pyetje të bukura. Se keni frikë nga ndryshimet e reja që na vinë jetë? Mua më pëlqen shumë energjia atë kur bën shpjegime ndonjëherë, bën aq të bukura, sidomos në mëngjes hap syt. Se mendon ti se kemi frikë ne nga ndryshimet e reja që na vinë jetë? Unë mendoj që është si pjesë e zhvillimit, që çdo fëmijë që ka frikë e vetësi, po mos e rrezosh. Sa bukur e the, shumë e vërtet. E dëgjuat përgjigjen e, prit se s'kam hap komentet, më falni. E dëgjuat përgjigjen e Edit, arrini ta dëgjoni apo doni ta afrohet pak më shumë, se është shumë e bukur përgjigja që dha Edi. Pra, tha, ashtu si fëmia që në çdo gjë e re, ndoshta dhe ka frikë të hedhi hapat e eci, po. A Juliana që nga këtu. Juliana, kjo është, do me thënë Edi dha këtë përgjigje që unë jam shumë dakord. A nuk e dëgjuan edhe një herë? Çoj pak zërin të lutem. Po thoya që ne kemi frikë sepse si fëmijët e vejit që kanë frikë të bëjnë ato hapat e parë, që thonë mos të rrezohen, nuk kanë frikë mbajnë kështu, ashtu kemi edhe ne, se është pjesë e zhvillimit. Këtë mendoj. Është pjesë e zhvillimit dhe është pjesë, unë e mendoj e quaj si një tranzicion. Për shembull edhe vdekja që e përdorin si term, kështu unë mbaroj të qajnë, të shkulin flokët, është tranzicion e shpirtit. Edhe ne kur ndryshojmë bëhet një tranzicion e shpirtit, bëhet një vdekje, po është një vdekje në astral, jo këtu në fizik, se në fizik trupi vazhdon të jetë gjallë, ndërsa në astral vdes ai versioni i vjetër i yti. Dhe prandaj për të bërë ndryshime është shumë e nevojshme që ti kujtosh vetes që nuk do ekzistoj më unë. Nuk jam më Juliana, Jona, është bravo, është një lloj vdekje në nivelin e energjisë. Prandaj është pak më e vështirë që ti ta përqafosh ndryshimin edhe të bësh këto ndryshime, gjërat e reja. Kur fillon trajnimi për ankthin? Trajnimet fillojnë në datën 6 nëntor dhe 7 nëntor. Akoma nuk e kemi bërë gati kodin, do bëjmë një kupon gati për website-in, do flas me IT-n, por skuadra IT sot e ka pushim. Dhe unë ditën e hënë do flas me ata që të na bëjnë gati nga një kod 20% ulje kupon, që të futeni te website-i të shkarkoni vetë trajnimet me ulje direkt. Në rast se është dikush që nuk di të përdori website, mund të flasi patjetër me stafin në numrin e WhatsApp-it që është këtë profili im. Shumë e thjesht. Dhe website-i është shumë e thjesht, por ka njerëz që nuk dinë fare dhe nuk do ua bëjmë më të lehtë, e bëjmë në mënyrë manuale, bën stafi pa problem. Dua të gjej Tationa thot, dua të vetëm mbrojmë nga njerëzit e këqij, po nuk po mundem, sepse gjithë turma po bëhen bashk. Tu kuptoj shumë mirë, sepse këtë lloj ndjesie që do të mbrohesh nga njerëzit negativ, nga njerëzit toksik, dhe të duket sikur ti je vetme aty dhe gjithë tjerët janë aty që bëhen bashk, turm kundër teje, këtë e kam kaluar dhe unë. E kam kaluar këtë ndjesi, por është një iluzion i mendjes. Kur ne fokusohemi aty jashtë, vazhdimisht, harrojmë që brenda nesh tashmë muret mbrojtës janë të ndërtuar, aty janë, por thjesht ne kemi dalë jashtë mureve. Pra kur ti del jashtë mureve të vetbesimit, normalisht që ndihesh e zhveshur, ndihesh e ekspozuar, nuk di si ta mbrosh veten. Kur ti futesh brenda në zemër, aty e ke çdo gjë tashmë të ndërtuar dhe janë disa mure në nivel energjie, jo muret e zemrës, si zemrën të hapur e ke, s'ka të bëjë me mbylljen e zemrës apo hapjen e zemrës kjo. Ka të bëjë me fuqinë e mendjes. Pra ti arrin ta kuptosh esencën tënde.
ti arrin të dish vlerat e tua, ti arrin të kuptosh mënyrën se si rrjedh jeta, që askush nuk është perfekt, të lejohet të gabosh, të lejohet të provosh, nuk e ke manualin e jetës ta ka dhënë askush, je duke provuar tani jetën për herë të parë. Jeta normale nuk është ajo e rrjeteve sociale ose ajo që na thon të tjerët, është ajo që ndjejmë ne me zemër të bëjmë. Pra, gjitha këto kur ti ja rikujton vetes, nuk ka më nevojë të shikosh aty jashtë. Fillon të shikosh brenda, por është dhe një mekanizëm në fakt, ky mekanizëm mbijetese që është krijuar nga traumat. Nëse ke kaluar trauma në fëmijërinë tënde, krijohet një mekanizëm që personat që ju është privuar dashuria, pra nuk kanë marrë dashuri, nuk kanë marrë vëmendje, sidomos kjo është një traumë shumë e theksuar, dhe kur ne nuk arrim të marrim dashuri dhe vëmendje, bëhemi më shumë alert dhe vigjilent për ambientin aty jashtë sesa për brendësinë tonë. Dhe ky është një mekanizëm i krijuar ndër vite, sidomos në fëmijërinë e hershme, nga trauma dhe neglizhenca emocionale. Kaq për momentin me këtë shpjegim, kështu që fillo të njohësh veten tënde, të shërosh traumat e tua. Faleminderit shumë për të gjitha vlerësimet që keni ndaj meje, për të gjithë dashurinë dhe komentet. Tani do duhet të çojmë. Çojmë se mbaron terapinë vajza, edhe ne duhet të ikim në shtëpi. Panorea të shtunën e bën. Po. Disa të shpesë të ndonjëherë nuk ndihem mirë dhe pa arsye në mëngjes. Nuk ndihet mirë pa arsye në mëngjes. Ndoshta mund të jetë në fillimin e ose fillimi i ankthit, ose është diçka normale, më jo të gjithë ndihemi mirë në mëngjes, është të thënë që ka patjetër ankth. Shiko. Kur ne zgjohemi në mëngjes, nëse nuk kemi bërë atë ritualin një natë më para, do të çojmë me të njëjtën energji. Pra shumë e rëndësishme telefoni jo në dhomën e gjumit, telefoni 2-3 orë para gjumit jo, të lexosh diçka optimiste dhe bësh ndonjë afirmim pozitiv, sepse kur ti zgjohesh në mëngjes, do zvarritësh komplet atë energjinë e një dite më parë, ose do fillosh një kapitull të ri. Për te limite vesh për çdo njeri. Domethënë është një trajnim që po të kishte mundësinë ekonomike, ta bënin të gjithë, por jo të gjithë e kanë, unë jam e vetëdijshme. Jo të gjithë e kanë, kështu që ke videot e YouTube, ke dhe seminare. Sepse do bëj një gjë të bukur me seminaret, në fakt po. Edhe aty ke seminare pafund, kështu që mund të ndjekësh edhe YouTube-in, edhe seminaret. Thjesht fillo të punosh me veten, të njohësh pak më mirë veten tënde. Shiko, unë them Jesse thot, faleminderit, Jona, të kam pakëzuar me emrin Lule Dielli. Faleminderit shumë për gjithë dashurinë që më jepni, jam shumë mirënjohëse. Edhe kjo dashuria juaj në fakt më ka bërë të besoj që unë nuk do ta lë me kaq këtë që jam duke bërë dhe nuk dua ta ndërpres misionin tim, që unë do ja dal me çdo lloj sfide. Domethënë çdo sfidë kam kaluar në jetë, vetëm një sfidë është që s'e kam provuar dhe e di që nuk do e provoj. Të gjitha i kalova, me të gjitha ja dola, kështu që tani vazhdojmë rrugën. Ecim para, unë do rindërtohem edhe një herë, unë do e forcoj veten edhe një herë, fizikisht, emocionalisht, të gjitha do i bëj, do i rikthemi fitnessit, të gjitha do i bëjmë. Përsa ka unë frymoj dhe jam gjallë, nuk i lë duke u zvarritur rëndrat e mia. Dhe një ndër rëndrat e mia më të mëdha është që të krijoj grupin dhe komunitetin më të madh të zhvillimit personal në Shqipëri. Dhe tashmë kam krijuar këtu në Instagram, po do ta krijoj edhe në një grup WhatsApp, komunitet. Prandaj ofroj falas grupet e WhatsApp-it, ta shkoni aty. Kaq për momentin, e mbyllim, shumë pyetje të tjera kam, po nuk do i lë kështu, do i kthej përgjigje një ditë tjetër. Sepse të them të drejtën, dua të hiqet e vajza në shtëpi, të bëhemi gati edhe të shijojmë ditën, se është ditë shumë e bukur. Ju përshëndes pak me pamjen, një sekond. Prit. Tani janë këto antena, ti mos i shiko, ti shiko aty. Po pim një kafe, këtu është shumë bukur. Shumë bukur është. Edhe bukuria ime këtu. I dashuri imi zemrës. Edhe këto ushtrime që ju shpjegova juve që i kam gjitha te laptopin. Dhe kaq më. Super ditër sot. E mbyllim. Faleminderit shumë që më dëgjuat, më dhat mundësinë të shpreh atë brendësinë time, ma keni dhënë prej 5 vitesh. Kështu që mirënjohëse pafund për ju. Atëherë, grupi WhatsApp-it, që është grupi falas, her pas here unë e shpërndaj në story. Edhe sot do e shpërndaj në story, sepse do bëj detyrën që s'bëra dje, do e ndaj sot në grup, dhe keni mundësinë vazhdimisht që të bashkoheni. Valentina ku je? Në Sarandë. Ne jetojmë në Sarandë, sa e urreja Sarandë në njerëzit këtu para ca muesh, thoja s'dua ti shoh me sy, dua dal nga shtëpia, dua të gjithë tani të puth në ball, se jam rehat me veten. Prandaj duhet jemi rehat me veten, ne. Duhet të kalojmë ato sfidat, luftën e brendshme, se ndryshe pastaj do urrejmë gjithë njerëzin, po s'na kanë bërë gjithë njerëzit. Njerëzit atë punë kanë. Duhet të fokusohemi te vetja jonë. Fundjavë sa më të bukur për të gjithë ju.
dilni në natyrë, shijojeni sa të mundeni, borë, shi, çfarëdo që të jetë, në çfarëdo lloj shteti që jetoni, shijojeni sa të mundeni natyrën, sepse natyra është e vetmja gjë që menjëherë sistemi nervor pas një teknik ushtrim sforcim na i qetëson. Të qetëson sistemin tënd nervor menjëherë. Kalofshi sa më mirë, edhe shihemi të hënën live. Nuk i ndaloj live-et unë. Sikur dhe 5 minuta të themi mirëmëngjes si grupi. Dikush thot sa urren Saranda nga 1/10. 0, nuk e urrej, e dua shumë, jam shumë mirënjohëse, është kaq e bukur, si mund ta urresh Sarandën? Do të thënë, mund të them më bezdis. Fakti që njerëzit nuk zhvillojnë, nuk bëjnë trajnim, po janë dy zonja këtu përballë meje që ma kënaqin zemrën sot, janë me kompjuter, mbajnë shënime, ma kënaqen. Çfarë si ta ankohem unë? Do të kur ti je mirë me veten, e manifeston dhe e projekton atë gjën tënde dhe aty jashtë. Te njëjta tavolinë, herën e kaluar që ishin ato zonjat që bëni tash e themi, te njëjta tavolinë tani, ç'a ndodh? Janë dy zonja që punojnë me veten. Shiko ç'a ndodh me projektimet që ne bëjmë. Se ta urrejun Sarandën, e dua shumë. Kur lodhem hiki unë. Edhe Durrsin, Valentina thot nga Durrsi, e di edhe shumë Durrsin. Unë e dua Durrsin se bën një lokal që bën sushi të qan, vetëm për atë sushin e dua. Edhe shëtitorja hajt mos, s'është se na kujton pak Spanjën, atë e Stepone, pak, po jemi se s'ka lidhje Spanja me Durrsin nëse. Hajde ta zërese. I bukur është. Suela e mban mend, ë? Alda thot kam jetuar në një vit të Sarandës, 11 vjet, tani kam mall. Po çfarë vite ke jetuar o Alda në një vit ti? Kush Alda është kjo që është nga një vica? Që ka jetuar një vit? Ne që jemi, thot Egzona, thot ne që jemi nga Kosova kemi blerë shtëpi në Shqipëri. Te pallati ku ne jetojmë, kemi nga Kosova 3 apo 4 apartamente që janë kosovarë që i kanë blerë. Kështu që unë kosovarët i dua shumë, sepse punojnë shumë me veten, edhe kanë domethënë shumë vajza, edhe djem kanë pas nga Kosova, edhe te ky grup kisha pjesëmarrës, por i dua shumë kosovarët sepse punojnë shumë me veten. Punojnë shumë me veten edhe duan të evolojnë. Belshi është vend i bukur, kam përshtypjen. Edhe në Golem. Tani nga jeni, më thonë sa qytete të tjera, nga ju kemi. Lira thot zotin bekoj që vëre pjesë e ditëve të mia, gjendesh aty sa kam nevojë. O Lira, faleminderit ti që besove te trajnimet. Të kam thënë kur do më lësh rehat, se ngele nga trajnimi në trajnim. Cili është qyteti juaj i preferuar? Po, qyteti preferuar. Ma pyesni me. Si është një qytet është një tjetër, në përse përcaktojnë... Se se kemi qenë shumë, Jo, në Shqipëri kemi qenë pothuajse në të gjithë, se në 2022 në çuam librin, transformoj jetën tënde, çuam nëpër librari. Mo, e di që mund të tingëlloj çuditshëm, më ka pëlqyer dhe Lushnja. E kishim bërë shumë bukur aty te Bashkia në qendër, më pëlqeu me ato pemët, ca pala, më pëlqeu dhe Lushnja, nuk e di pse. Më pëlqeu dhe Lushnja. Elbasani lezetshëm. Vlora është yll. Vlora është yll. Edhe Shkodra shumë e bukur. Edhe Berati, kemi Xhenin nga Berati. Në Kavaj nuk kam qenë, po Gradec kam qenë. Në Ferizaj nuk kemi qenë. Po ku ishim ne? Ishim në këtu afër më në Kosovë, si quhet qyteti? Në Prizren. Delvin, po, Marcela Delvin këtu e kemi. E moj Saranda, Shkodra thot jetoj në Angli. Elbasani jetoj në Gjermani, Gjirokastër, Podujeva, Tetova, më pëlqen Elbasani. Tetova, Podujeva, Preshev, o zot nga më djegin e të gjitha anët. Lushnja po, Fieri, edhe Fieri. Më pëlqeu ajo si shëtitore aty në Fieri. Fieri goxha gjallëri ka si qytet, shumë gjallëri, shumë i këndshëm. Tropoja nuk kam qenë në Tropoj. Në Korçë nuk kam qenë. S'kemi qenë në Korçë. T'ja bëj zoti diell të gjithë ju emigrantët, të gjithëve pafund, po sidomos emigrantët i kam këtu në zemër dhe në lutjet e mia, sepse e di atë mallin që keni, domethënë, është ti je në mes të llastikut, që nga një anë tërhiqen ato gjërat e mira të emigrimit dhe nevojat, nga ana tjetër ai malli, ajo rehatia për vendin tënd, ti je këtu që
Po ndahesh nga të gjitha anët, s'di ku të shkosh dhe unë ju kam në zemër dhe në lutjet e mia se e di atë vuajtjen e emigrantit, e jetuam për shumë vite vet. Tani që u kthyem këtu ka shumë gjëra që ne edhe nga Kreta, po. E mbyllim, ikim për te vajza. Ju dërgoj shumë dashuri, edhe do shihemi të hënën ndoshta do jem në palestër si gjithmonë nga ora 10, ta lëm ndoshta në orën 10, do ju njoftoj në story ose te grupi WhatsAppit, kështu që shijojeni në maksimum sa më pak ekrane. Lërini ekranet këtë fundjavë, sa më shumë që të mundesh, edhe kështu natyrë me ndonjë libër, me kafshët, mbill ndonjë lule aty në ndonjë vazë në balkon, mundohu të jesh sa më prezente në moment dhe filloj me ekranet prapë të hënën. Kalofshi sa më mirë, edhe për trajnimet ose linkun të profili im, jo te linku s'është bërë ulje akoma në WhatsApp, vetëm te numri WhatsAppit, aty do informoni për çdo gjë. Ika, bye.